Pallati Mahark pranë sheshit Isa Buletini tashmë ka marrë një pamje të re pas përfundimit punimeve ku është bërë mundur riabilitimi i fasadës pallatit, veshja me kapocë dhe ndërhyrje në izolimin e terracës. Krahas rikonstruksionit të pallatit është bërë edhe rikualifikimi i sheshit për rreth ku janë shembër ndërtimit pa leje, si dhe ka nisur riabilitimi i lulishtës për ta kthyer në një hapësirë të gjelbër, të hapur dhe funksionale. Ma mirë s'ka, pavarësisht se ne na djeg i fijes se gjithku i djeg për ne gjanë, po hapësina është për bukuritë Zotit. Shërben qytetarëve, pleqve, plakave, vetëm i diçka është e bangët. Të na parë që si me thonë, me pas i boj për fëmije, për plesa. Aja është e nevojshme, duhet. Ma mirë s'ka, se kena po Shkodër në hera ma bukur, e ma mirë. Kjo është një mrekulli që bëhet, po inshallah vazhdon prapë. Edhe besojmë që do të ecin punimet përsi ja kanë nisë shumë bukur. Me na badhe ne, çka be? Normalisht që ka kanë e nevojshme, po si shërben. Që vjen njëri, ndulishte, knaqet. Projekti për rekonstruksionin e pallateve në qytet po realizohet në bashkëpunim mes Agjencisë së Eficiencës së Energjisë dhe Bashkisë Shkodër, ku synohet jo vetëm të përmirësojë kushtet e jetesës për banorët, por edhe të rrisë eficiencën energjetike të ndërtesës, një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit urban të qëndrueshëm.